Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Rej Manaj, ka bërë së fundmi një reagim në Insta Story, duke treguar se nuk ka rrjet social tjetër përveç Instagramit. Ai paralajmëron djegësit se nëse dikush u shkruan nga TikToku apo Snapchati, nuk është ai në të vërtetë. Çdo ditë po më vijnë mesazhe nga njerëz që më pyesin nëse përdor TikTok ose Snapchat. Për këtë arsye, e kam shkruar edhe në bio të Instagramit. Nuk kam as TikTok, as Snapchat. Nëse dikush ju shkruan ose pretendon se është unë në këto platforma, mos mendoni se po flisni me mua. Është dikush që po ju mashtron. Shkruan Manaj në rrjetin social Instagram. Gjasir Hasani është një lojtar i lirë. Sulmuesi i kombëtares shqiptare dhe klubi iranian i Esteglal kanë rënë dakord për t'i dhënë fund bashkëpunimit, duke prishur kontratën. Mësohet se shkak për këtë ndarje të parakoshme është bërë mospagimi i detyrimeve nga klubi për sezonin e shkuar. Është vetë 31 vjeçari nga Shkupi që e ka njoftuar këtë vendim për të prishur kontratën, gjë që nuk është refuzuar nga Esteglal. Kujtojmë se për Hasanin është aluduar një interesim nga La Liga Spanjolle. Vetë futbollisti ka konfirmuar disa javë më parë se Getafe është pas tij, mirë po deri më tani nuk ka asnjë lëvizje. Vlen të theksohet se në formën e Hasanit ndikoi shumë edhe lufta në lindjen e mesme, duke bërë që kampionati i Iranit të ndalohej. Kjo detyroi 31 vjeçarin të rikthehej disa kohë në Shqipëri, duke u stërvitur edhe me Partizanin, por humbi vendin në kombëtare. Burnley është mposhtur në miqësore nga amerikanat e Real Salt Lake. Kjo sfidë prove pati dominues ekipin nga SBA-ja, me këta të fundit që triumfuan 4-1. Gjurmë në këtë ndeshje la edhe Armando Broja, edhe pse jo pozitive. Në minutën e 5 të sfidës, sulmuesit të kombëtares shqiptare ju besua një 11 metrësh, mirë po Broja gaboi nga penaltia. Në minutën e 67, 24 vjeçari shqiptar u zvendësua, duke i lënë vendin sone. Kështu, Brojan nuk shfrytëzon mundësinë e artë, që ndoshta mund të jepte shpresa për minuta në sezonin e ri. Elci Tysa është një nga lojtarët e kombëtares shqiptare që duhet të gjejë një sistem të ri gjatë merkatos së verës. Futbollisti ka mbyllur kontratën me Lazio dhe tashmë është një lojtar i lirë për të zgjedhur ku dëshiron të vazhdojë karrierën sapo të shfaqet interes për të, dhe me sa duket një klub italian ka piketuar që tani Hysajm. Sky Sport më të ditur se klubi i Lecces po shemër prioritet punësinë e afrimit të Hysajt për sezonin e ri. Nga Lecces apo është larguar Ylber Ramadani, por në klubin e fjalë shpresojnë që Hysaj të zgjedhë projektin e tyre për të ndihmuar që të mbjetojnë përsëri në elitë. Në rast se marrëveshja mbyllet me sukses, Hysaj do të firmoste kështu për klubin e 4 në karrierën e Serie A, pas empurit Napolit të Lazios. Një nga lojtarët e kombëtares që kanë ndryshuar skuadrën gjatë merkatos së verës është Ylber Ramadani, mesfushori dhe Alam Tomirën Lecces dhe Serie A për të zbarkuar në Turqi në radhët e Çorum. Vetë presidenti Lecces Saverio Stiki Darmiani ka shpjeguar se pse u lejua të largohej Ramadani, me të cilin klubi kishte vendosur të aktivizonte klauzolën e rinovimit një vjeçar të marrëveshjes me të. Sa i përket Ramadanit, kemi vënë në zbatim opsionin e njëanshëm që kishin për zgjatjen për një tjetër vit të kontratës, pastaj erdhi oferta nga Turqia. Nuk mund t'i propozonim një rinovim 3 vjeçar kontrate një lojtari që po shkonte drejt moshës 31 vjeçare. Dhe ishte një operacion logjik i merkatos. Ramadani ishte i lumtur, fola me të disa ditë më parë dhe ishte shumë mirënjohës ndaj klubit tonë. Edhe në sezonin e kaluar kemi bërë një lëvizje të ngjashme me Baskiroton, nga erdhi dhe shpërthimi përfundimtar i Thiago Gabriel në vendin e tij. Shitja e Ylberit do t'i krijojë hapësirë të reja në Ngom, për të cilin kemi bërë një investim të rëndësishëm, tha Stiki Damiani duke shpjeguar largimin e mesfushorit shqiptar. Elhan Kastrati ka ndarë rrugët me Eintracht Braunschweig. Lajmi i papritur është njoftuar nga vetë portieri i kombëtares shqiptare. Faleminderit shumë tifozë të dashur, ju jeni shpirti i këtij ekipi, ju uroj suksese sepse i meritoni. Një herë luan, por gjithmonë luan, shkruan Kastrati. 29 vjeçari e pati eksperiencën e parë në Gjermani. Aventura nuk shkoi siç duhet në sezonin e vetëm pasi luajti vetëm 2 ndeshje në Bundesligën 2. Kastrati ishte pjesë e akademisë të Teutës, më pas provoi eksperjenca si i huazuar në Itali, derisa u kthye te Teuta. Në Durrës nuk mori minuta. Kastrati u transferua përfundimisht në Itali, ku luante që nga viti 2018 deri në verën e kaluar.
Gjatë kësaj kohe fitoi dhe ftesën e kombëtares shqiptare. Skuadra e Juventusit ka nisur përgatitjet për sezonin e ri me lojtarët të cilët janë paraqitur fillimisht në J Medical për testet mjekësore dhe më pas kanë kryer edhe një seancë të shkurtër stërvitore në urdhrat e Luciano Spallettit. Ajo që ra në sy që në ditën e parë të grumbullimit të Juventusit ishte prania në radhë të bardhëzimeve dhe e talentit të sulmit të Shqipërisë Armand Durmishi. Sulmuesi 18 vjeçar ka shkëlqyer me ekipin e moshave të Juventusit dhe nuk është çudi që po djeg më shpejt etapat. Edhe pse në teori ai ishte ende pjesë e skuadrës Primavera, pritet që këtë vit të luajë me U23 të Juventusit, por tashmë dhe Spalletti dëshiron të shohë në veprim dhe duke shfrytzuar mungesën e disa prej lojtarëve kryesorë të ekipit, që do i bashkohen me vonesë për shkak të impenjimeve që kishin në botror. Trajneri e ka bërë Durmishin pjesë të grumbullimit ndaj djaloshi i cili deri tani ka luajtur me përfaqësuesit e moshave kuqezi, ka qenë që në ditën e parë bashkë me profesionistët në atë që padyshim do të jetë testi më i rëndësishëm për karrierën e tij deri tani.